Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se është gati të takohet personalisht me presidentin rus Putin në Stamboll të njëjtën për bisedime mbi përfundimin e luftës. Postimi i tij në X erdhi menjëherë pasi Donald Trump kërkoi që Ukraina të binte dakord me ofertën e Putinit për bisedime të drejtpërdrejta mes dy vendeve në Turqi. Nuk ka kuptim të zgjaten vrasjet, edhe unë do ta pres Putinin në Turqi të njëjtën personalisht, shkroi Zelensky. Ai më herët kishte thënë se vendi i tij ishte i hapur për bisedime me Rusin, por vetëm pasi të arrijej marrëveshje për një armë pushim. Fuqitë perëndimore bën thirrje për një pauzë 30 ditore në luftime që do të fillonte të hënën. Pasi udhëheqësit evropian që kryesonin tash të quajturin koalicion të vullnetshëm u takuan në Kiev të shtunën. Oferta e Putinit për bisedime të drejtpërdrejta pasoja të ndërhyrje. Të dielën Trump shkroi në mediat sociale se Ukraina duhet të binte dakord për këtë menjëherë dhe kjo do të jepte qartësi nëse kishte një mënyrë për t'i dhënë fund luftës. Të paktën ata do të jenë në gjendje të përcaktojnë nëse një marrëveshje është e mundur apo jo, dhe nëse nuk është, udhëheqësit evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dinë se ku qëndron problemi dhe mund të vazhdojnë në përputhje me rrethanat, tha ai, duke shtuar, bëjeni takimin tani. Në postimin e tij në X, Zelensky tha se shpresonte që Rusia të binte dakord për armë pushimin para bisedimeve. Ne presim një armë pushim të plotë dhe të qëndrueshëm, duke filluar nga nesër, për të siguruar bazën e nevojshme për diplomacinë, tha ai.